Kemi ardhur në Fusharës, ku besoj siç mund ta kuptoni, ndodhemi në një atelje të veshjeve tradicionale dhe kemi takuar zonjën e shtëpisë që është Dava Alia, etnografe, stiliste, artizane. Mirë se të gjejmë. Mirë se erdhe. E di pse më bëri përshtypje, sepse kur po kërkoja për materiale për pukën, po themi materiale në kuptimin e trashëgimisë popullore, gjithë kohën më dilte përpara emri yt. Nuk e kam fjalën për tani që po bëjmë programin, por edhe për më përpara. Edhe pastaj pash gjithë veprimtarinë tënde, edhe kishte aty aq shumë larmi, kostumografie dhe materialesh të tjera të artizanatit, sa që u mahnita edhe thash, okej, në qytetet e mëdha, dakord, po në Fusharës keni, domethënë, aktivitet të pasur, siç ishte për shembull që gjetëm fëmijët e grupit artistik që i gjetëm tek fotosinteza që po bënin prova. Pra, Fusharëzi ka traditë në ruajtjen e etnografisë. Në radhë parë të falenderoj për vizitën që po bëni tek punështja ime. Unë ka 5 vite që punoj këtu. Kjo është një punë artizanale familjare. Familjare, po gjithë veprimtaria e gjithë familjes. Është organizuar bashkë me familjen. Unë kam pas fatin që vajza ime ka marrë shkollën për stiliste dhe që atëherë e nisëm këtë punë bashkë. Ishte një ide e fëmijëve, domethënë. Fëmijëve, po duke i përkrah fëmijët, mund të arrish shumë gjëra sokra. Unë e du artin dhe kam gull gjithmonë që traditën ta mbajnë. Larmishmëria e kostumeve më bën të kuptoj që ti i punon kostumet edhe të zonave të tjera, pra jo vetëm të zonës së Pukës, po themi. Fatmirësisht, Puka ka 3 veshje kombëtare. Ka veshjen e Mirditës, sepse ka shumë mirditër në Pukë. Ka veshjen e Kabashit dhe ka veshjen e Pukës, që xhubleta e Pukës. Pra, xhubleta e Pukës, sepse kemi shumë lloje xhubletash. Xhubleta e Pukës është e përafërt me xhubletën e Malësisë, po ka shumë elemente veçantë. E qartë. Për momentin unë nuk e kam xhubletën e Pukës, të cilën e kam punu vetë, dhe ka qenë e para xhublet që është bërë imitimi 100%, përveç lëndës parë. I materialeve origjinale. Origjinal. Dhe në një aktivitet që është organizuar në Tiranë, Afrodita Enusi ka qenë vetë juriste, juriste dhe ka marrë çmimin e parë xhubleta e Pukës. Xhubleta e punuar nga origjinali. Tani pse jo përveç lëndës së parë? Çfarë do të thotë kjo? Përveç lëndës së parë, se të bësh një xhublet origjinale duhet zhguni. Zhguni, që është ajo pjesa që krijon këmborën. Zhguni është pjesa që krijon këmborën dhe ajo është material origjinal nga leshi i dielës. Po si punohet ajo dhe pse s'punohet dot aktualisht? Ajo për momentin nuk punohet, sepse unë kam bërë kërkime, kam shku deri në Kosovë për me gjetë valanicën. Çfarë është valanica? Valanica është punështja artizanale për prodhimin e zhgunit të xhubletës. Pra duhet mekanizmi i duhur për ta punuar me dorë, pra në mënyrë artizanale, që të punohet zhguni fiks si zhguni origjinal i xhubletës. Si zhguni origjinal i xhubletës, që ka shumë procese të arrim atje. Pra jemi duke fol këtu për bazën e xhubletës. Imagjino pastaj të dalim tek elementet që janë të gjithë element simbolik. Elementet mund t'i bash, mund t'i realizoj, unë dhe artizanet e tjerë, por zhgunin lëndën e parë nuk mund t'a gjejmë sot. E kuptoj. Prandaj unë po punoj çdo ditë. Tani si është, si do kisha dëshirë ta shikoja, për shembull, si është materiali i zhgunit të... Unë kam pas fotin që në arkën e vihrit tim, i cili sot nuk jeton, kam gjetë këtë zhgun. Pra ky është materiali i zhgunit të xhubletës. E kuptova. Me këtë krijohet këmbora. Pasi të ngjyroset me ngjyrë të zezë. E kuptoj. Kjo është
Për ndryshe nuk mund të quhet origjinale, pra mund ta bësh me Po. çdo lloj materiali Çdo lloj tjetër, materiali, por origjinale s'ka rrit me u që është valanica. Që është valanica. E kuptova. Të bësh një valanicë është pak e vështirë, Po. por nuk është e parritshme. E kuptoj. Tani ti nuk ke këtu xhubletën nga origjinali që kishe punuar vet, po ke plot materiale ose element të xhubletës. Disa element të xhubletës. Ja. Kjo është përporsja Po. origjinale e xhubletës. Origjinale. E gjithë materiali Edhe pjesa e sipërme e kostumit që lidh kjo është pjesa e pasme e xhubletës. Që vendoset Ishte bukur. Xhubleta jon në UNESCO. edhe kjo pjesë tjetër e xhubletës. Po, që është pra pjesë e janë pasme. pjesë e pasme. Kjo është pjesa e E kuptoj. unë Ti pra e punon xhubletën, e punoj xhubletën. Ashtu si kundër pa diskutim punon edhe Kam kostumet e punon tjera edhe që kostumet janë e tjera. të mirditës, të plakave të mirditës, Plakave të më the, mirditës kjo është ky e kostumi kabashit. kabashit. Pastaj kostume të tjera me motive popullore që sot kanë këto miksimet, ndoshta jo shumë të mira në adresë të etnografisë, po ja që njerëzit i kërkojnë Kostumet ato. popullore çdo ditë po dalin nga origjinaliteti. Po, në fakt kjo është një, le të themi, një dukuri e trishtueshme, që të cilën takojmë çdo ditë. ju artizanët, për shembull, nuk duhet ta negocioni, pra nuk duhet pranoni nëse dikush ju thotë, shiko, do më bësh një jelek me shqiponj këtu përpara. Jeleku origjinal i kostumit nuk e ka atë shqiponj, që do të thotë ti duhet i thuash, nëse më kërkon një kostum si origjinali, nuk duhet ta ketë shqiponjën. Nëse po më kërkon një folk, turbo folk, e bëjmë si të duash, ti e vendosim shqiponjën këtu, atje, ku kam vendosur unë lulën e pantallonave, për shembull, kështu. Por nga që kanë del disa materiale, kam shumë dëshirë që të provoj edhe po shikoja, e kam veshur edhe herë tjetër xhupin e mirditës, po, dhe xhupi i mirditës ka motive të bukura, sepse ka një lloj elegance, domethënë ti të mendosh se unë po thosha jo, nuk dua ta vesh se më rri i ngushtë. Në fakt nuk më rri i ngushtë. Ngushtë rri. Kostumi duhet të rri i ngushtë, pra është i tillë që duhet rri i ngushtë, që ti të nxjerrësh në pak elegancën. Shumë e vërtet, kostumografisë, pra këmishës e brezit përparset, ka shumë element. Ti mund të vesh edhe sulën, diçka të bukur, edhe kjo është e veçantë e kostumeve kombëtare të mirditës. Kjo është A më shkon? Si s'të shkon. Sa bukur. Po do doja që të duke i pak më shumë. Se nuk po e veshim gjithë kostumin tani, ana më kohë, por shiko sa bukur. Sa bukur. Fantastik. Të lumshin duart. Tani, ajo që dua unë të të pyes, përveç kostumeve të tua, sepse ti tani, duke qenë se je një, le të themi, një artizane, edhe artizanati sot është edhe pjesë e ofertës turistike, ne shikojmë kukullat që ke atje lart, që janë kukulla për dyqanet e artizanatit, ku ti sigurisht e respekton në maksimum edhe elementet e kostumografisë. Pra, ajo është një kukull e vogël, por ti sigurisht aty po themi respekton të gjithë elementet e kostumografisë.